Ledio. Ha, Ledio. Kam qenë me grip, Ledio, dhe... Kam qenë me grip dhe doja të provoja të rruhesh me grip. Nuk e di si dukem kështu. Ha? Mirë, ja një sekund. Mesazh, po. Ledio, fillojmë. Atëherë të dashur teleshikues, ky është emisioni imi 64. Është fantastik, unë jam këtu. Në këtë emision do të ftoj disa balerina, si ato nuk i keni parë asnjëherë, janë të mrekullueshme. Balerina me karrierë përpara dhe të ardhmë mbrapa. Janë... Ha, Ledio. Çfarë? Mirë, ja i fusim me njerë pa humbur kohë. Do doja sigël muzik, mjeshtri jon i madh i muzikës të më shoqëronte paksa me sfond muzikor dhe tuleni çik dritat, ngrihet pak zëri, bëni çfarë doni. Jepi Ledio, hajde. Atëherë pa humbur kohë, pra, pa humbur kohë. Ftojmë balerinat. Nuk është balerin të nderuar teleshikues. Mu ma vjen keq se unë e kisha provuar, do doja ta provoni dhe ju. Është fantastike ajo balerin, po do ta provoj më vonë. Kam ftuar një nga anëtarët e Partisë Komuniste, ka ardhur këtu pranë nesh, pra e ftoj që të vi më afër që të diskutojmë për politikën sonte. Ledio, ky do shumë kohë për të ardhur, të ftoj me njerë të ftuarin tjetër. E ftoj të vinë pra nesh tu në emisionin tim të 64. Atëherë, mirë se erdhët. Xhaxha. Ulu Xhaxha. Është Ledio. Po, ç'të ulesh ti, po ti e tu të konë. Xhaxha, nuk është për të mbështetur ato, është për të ulur. Ulu Xhaxha. Ledio është fantastike, Ledio, është jeta, është. Unë nuk e di e keni provuar, unë e kam provuar. Ulu Xhaxha. Të fillojmë pra pa humbur kohë, po, me njerë, kush je ti, pse je dhe ku je dhe si je? Po, tashti nuk ka shumë rëndësi se si e kam emri rëndësi ka kush jam unë. Po, atëherë, unë jam aderuar në Partinë Komuniste në vitin 1903. Dhe ju shumë mirë mund të thoni... Jo, tu, Ledio është... Ledio, një plan bus, Ledio, jo kashe, një plan, i bëj një plan, ha. Ju shumë mirë mund të thoni partia është themeluar në 41-shin. Ledio, e di kur është themeluar partia, Ledio? Nuk e di, Ledio. Shumë keq, Ledio, shumë keq. Atëherë është themeluar 1903-shin, Ledio, është fantastike, Ledio. Duhet ta kishin mësuar. Dhe unë linda në 1943-shin. Po. Tashi, unë jam komunist dhe antar partije i orëve të para. Dhe me që unë linda në luft, dhe neve na kishin thënë që nëna jonë e vërtet është partia, unë u shkëputa. Po që luft ke lindur, po nga jo e sa ta me ke dalë, po tu të kunë. Po një minutë është ti. Ledio është... Ledio, hiqa mikrofoni, Ledio. Ta mbaroj. Ledio më ka hyrë një mizë në studio, Ledio. Ledio, si bë... Vazhdojmë, Ledio, hapja mikrofonin, Ledio. Oqe, urvës. Okej. Tani, ta mbaroj. Unë do më thënë, nga që na kishin thënë që partia është nëna jonë, u shkëputa nga nëna, dhe pinja tek cicat e nënës parti, më kupton? Aty pinja. Por, a ishte një gji, si më kujtohet, një gji me një qumësh të valuar, me një qumësh multivitamin, me një qumësh me garnityr, një gji fort. Po gji kurva s'ka qenë, o tu të kun. Po
Po një minutë të lutem shumë. Ledio, do doja t'i thoja gjithë publiku shqiptar, nuk e di, ka ngrënë petulla nga Lali aty poshtë, janë petulla të mrekullueshme. Unë i kam provuar, do t'ju ftoj gjithëve të ham petulla së bashku. Vazhdojmë pa humbur kohë, Po, pastaj shkova të marr pensionin, më kishin dhënë 200 lekë, ja lash 200 lekë unë asaj. I keni dhënë tepër, ha? Po, tepër më Juve zotri, kush jeni, pse jeni, nga jeni dhe ku jeni? Tashti, se kush jam unë, e din të gjithë. Po, që ta dishe ti more djalë, në 41-shin, kur është krijuar kjo partia komuniste e këtyre tu të kunëve. Mos ofendo. Preja Ledio mikrofonin. Mbyllë, mos fol. O tu të kun, mos fol. Kur është krijuar partia e këtyre uajnë që mbyll. Kur është do më leç të flas? Po. Ledio është jeta kjo, Ledio. Është jeta, Ledio. Kur u krijuar partia e këtyre më 41-shin, unë desha të hyj në partinë e këtyre. Nuk më pranuan se ishin 200 petrita e nuk u dil deri me këngës. Tani, u futa në 46-ën unë në burg, kam dalë në 93-shin. Dhe në 93-shin me procese demokratike. Në 85-ën mbarova Institutin e Lartë të Arteve për degën e rendit. Vimo vonë. Tani, këta më kanë futur për një seri akuzash mua, dhe akuza e parë ka qenë që unë... Pse akuza? Pse? Unë shava të punojnësin që na jep të pensionet, sa i vërtet ka dalë pension të parakoshëm, a i veteran nga të parët a i. Po. Unë kam qenë tash i ballist në orët e para. Shkoj unë marr pensionin, uenç në byth të thashë. E marrun këto pension, gjej 200 lek mangut. Ashtu. Po mua të më mbanin 200 lekshin këta tu të kunët. Po një minutë unë të thash të mos Ledio hiqa mikrofonin, Ledio hiqa. Vazhdo. Po ti e tu të kunë, mos folëm. Mbyllja Ledio dhe këti mikrofonin. Do doja ti ftoja diçka për të pirë. Çfarë dëshironi për të pirë? Hapja Ledio mikrofonin. Moj urvës. Nuk e di, dëshironi diçka për të pirë, ndonjë ujë pa gaz, pica, çfarë porosisni, çfarë doni? Mish. Allvasi dua unë. Allvasi. Bashkim na sill diçka për të pirë, Bashkim. Po. Tani që po të thosha unë ty. Ja, një moment sa të stabilizohet Bashkimi. Vetëm kafe kishte mos urrat qen. Ja mirë, s'ka gjë. Je, merre Xhaxho. Një minutë, i kujt jeti mor djalë? A shë të fala baba. Na, zotri, pini pa kafe. Pini pa kafe. Mjafton se jemi me tension. Merre dhe juve zotri, t'ju hedh pak kafe. Ashtu. Mirë, Ledio, si doni. Burgu të re me kohë të vështira. Po. Atëherë pa humbur. Ja, Ledio, prandaj ja kemi dhënë kafen me racion këtyre, ja që bëjmë. O që racion. Ja që bëjmë. Ledio. Se më kujtoja të punë e biografisë. Akuza tjetër e di për çka qenë që janë futur në burg. Po, Ledio më vonë, Ledio. Mua që thua ti në 46 më futën në burg se isha ballist. Po. Tani 2 vjet më vonë në 45-ën, fusi në vëllanët time në burg, që kishte qenë partizan. Pse do thuash ti? Pse? Sepse isha unë ballist dhe ishte vllai një ballisti. Futën vëllanë tim që isha partizan. Më nxorën mua ballistin nga burgu se e kisha një vlla partizan. Ngeli partizani vllaim në burg. Ledio, kjo është jeta, Ledio. Ledio është fantastike, Ledio. Mos fol, o tu të Unë desha të them diçka. Hiqa Ledio mikrofonin. Hiqa mirë. Atëherë do vazhdojmë pa humbur kohë sepse kam ato balerinat me karrierë përpara të ardhmen mbrapa, më presin aty për jashtë. Do doja pa humbur kohë. Ja sa ta gjej se ky bloku ka shumë emisione, është emisioni 64. Pa humbur kohë, do vazhdoja si cili është programi i partisë tuaj? Po, ja ta shpjegoj unë avash se Jo, Xhaxho sepse janë balerina Xhaxho, jepi ritëm. Me që janë balerina po ta shpjegoj. Tani programi ynë ka 2 programe, dhe gjithse cili nga këto 2 programe kanë nga 2 programe poshtë. Më kupton? Tani, neve donim të hiqnim diktaturën e proletariatit. Se diktaturë të hiqe tima, po ti në 46 më shkruaj në mure proletar gjitha vendeve bashkoni, dhe ky është lajmërimi i fundit. Ja këtë shkruaj ju, po mbyllë, o plak. Ledio, hiqa mikrofonin, Ledio. Abat bu mikrofoni!
Vazhdojmë se kam punë. Atëherë do vazhdojmë me njëherë. Hapja Ledio mikrofonin sa harrova. Urvasti. Po. Tash shiko, se po thonja unë. Po. Tani, neve kemi bërë fabrika, ti të keqen Xhaxhi ty. Po. Neve kemi bërë uzina, kemi bërë uzina traktorëve, kemi bërë, oj shtom thot ti. Tashi do më nështë të flasë ti apo si ke? Po. Tashi, edhe ne kemi lëruar toka, kemi bërë shumë gjë. Po ju na keni lëruar nënat për 56 vjetë, more. Një minut tani se... Jo, do them diçka. Shikon, në qoftë se e kemi bërë, mirë ju a kemi bërë. Ledio, e shikon sa shumë ndodh për 56 vjet Ledio, janë lëruar shumë toka Ledio. Duhet ta Ledio, ti nuk di histori Ledio, po këta dy e din. Atëherë do vazhdojmë një herë sepse kam 56 vjet më kanë lënë në Burg, Po. Kam lexuar për ty se ju kanë futur përsëri në Burg në vitin 84. Pse ju kanë futur në Burg? Po më futën se më zuri mali me krimba, më zuri krip. Mali me krimba të zuri krip? E mali me krip më zuri krimba, çfarë ti ka kjo? Atëherë do kalojmë. Emri do bëjmë një quiz. Do t'i përgjigjeni po ose jo shumë shpejt këtyre pyetjeve. Me po ose jo, ha? Ose si doni. Keni bërë seks me ndonjë lop? Shiko tash, po ta donte partia, si ta donte partia dhe e bënin, ne me lop, me dele e bënin, Po, jeni për martesë apo për bashkëtesë? Shiko, tani ju, këto terma i shpikët ju, unë jam për të treja, me të them drejtën. Po. Sepse ne kemi bashkjetuar me të gjitha motrat tona, shoqet tona, ja, atje se ne e bënim që thua, atje e bënim. Po bënit ju, ma kur kishit në një aksion, bënit ju. Po, sepse aksioni dhe zbori ishin vëndat të sigurta, aty e bënim aty fshehur azia. Po, more, po, fët, se shpejt si lepujt. Edhe emrat nuk ma merrit vesha, o sa më gënaqe moj shoqe i thoshit. O batu ju. Po se ishin një loj, ishin një soj. Ledio, aksioni ka qenë i mrekullueshëm. Unë e kam provuar, do doja ta provonit dhe ju. Pyetja e tretë, sa dashnore keni patur në jetën tuaj komuniste? Sa dashnore kam patur? Po, sa. Po një tutkune ka patur, në uzinë të plasmasit në lushtje ka patur. Ledio, hiqa mikrofonin, Ledio, se do kalojmë. Më fal. Ka marrë vesh ju jeni poet. Jeni poet dhe keni bërë një libër me poezi të mrekullueshëm. Unë do doja që gjithë shqiptarët ta Ledio, është interesant, do doja ta blinin gjithë, e kanë të shoqëruar edhe me një qese me petulla. Falas. Ledio, e lexuan, po. Ore ti djalosh, e di kush ka qenë tortura e këtyre tutkunëve më e keqja në Burg? E di apo jo? Të rrinin e të torturonin për 2 javë rresht, e të vinte biroja pastaj të pyese, si ke qenë? Mirë ke qenë me shëndet? Po si ke qenë? Mirë kam qenë, faleminderit, si ke qenë? Mirë, vazhdojmë. Ky libër me poezi, pra siç po e thoja, është fantastik, është i mrekullueshëm. Ka një poezi të mrekullueshme për nënën Parti. Do doja ta lexoja këtu, nëse mjeshtri i madh i zërit, unë nuk ja them dot emrin sepse kam hall mos na vjedhin në televizionet të tjera, të më fuste një sfond muzikor, këngën e Ransojlit, Olisien de Bleu me tekst të Mimoza Ahmetit. Ma vinte në sfond mbrapa. Sa ta lexoj këtë poezi pra. Moj partia heroike, pse ma hipe? Moj partia heroike, o boboç ma hipe. Është e mrekullueshme, Ky është emisioni imi 64. Një poezi të lutem. Një poezia ime e parë që unë kam bërë në ditë të tretë dhe kam theksuar në çdo artikull timin ka qenë. Xhaxhi e në verë. Dorën për mbi zemër ma vendos nga dalë. Ajo resi zogë do të thot vetëm 2 fjalë. Ledio! Jo, një minut. Ledio, mikrofonin edhe ti, Ledio, si ka qenë? Ta shpjegoj unë poezin, se këta kanë shkruar banal lëllëqe, ta shpjegoj unë tani. Kanë thënë, gjarpër do të bëhem fernën dhe të ta zë me dorë atje ku e ke. Ledio, hiqa të si mikrofonin, Ledio. Jo, kështu e kanë. Ledio, janë poezi erotike të viteve 30, Ledio, dhe nuk lejon. Dua të kaloj një gjë shumë interesante, fantastike, është emri i partisë. Emri i partisë. Tani partia jonë është partia, u është në bythë. Partia jonë është partia e ballit. Pra ne jemi balli. Për këtë PB, partia e ballit. Po që PB, më ti e partia e bythës jeti. Përvesh apo jo? Të lutem shumë tani. Po kush let ti më tutkun, po ti që i keni sen me PK, qa jeti? Qa partia jeti? Ledio, të lutem shumë. E kuptoni se sa keq kuptohet Shqipja, Ledio.
Unë jam shumë kurioz, jam shumë interesuar, jam shumë interesant, jam del simpatik. Do doja të thoja që në bazë të emrave që kam tu ju dini që t'jeni vlezër. Jeni vlezër. Po vlezër jemi, e di si është kjo punë mërti, djalosh, se ti e i ri nga kjo, nuk kupton nga këto gjëra, ti e të punë. Problemi këtu është që ne vërtet jemi vlezër, po jemi si puna atyre dy mizave që ishin një mashkull, një femër e bënin dashuri. E miza mashkulli thoshte asaj farmës, unë të dua më shumë se mutin. Ja, kështu e dua dhe unë atë. Interesant. Atëherë, të dashur shqiptar, ky është emisioni i 64. Duke shumë qartë, politika i ndan vëllezërit. Atëherë për qenë gjithë vëllezër shqiptar do t'ju ftoja këtu poshtë të hanim ca qofte, jeni të ftuar gjithë, edhe dy të ftuarit e mi do paguajnë këto. Atëherë nga unë, miru pasur në emisionin 64 do shihemi përsëri. Ja se të flas një çik në celular. Më presi balerina Lexo, mbarua. Hajde, fute kram. Halo, Unë shiko, ja do vitaj.